Tirana mikpret samitin e 6 Komiteti Politik Evropian, i cili për herë të parë zhvillohet në një prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. 47 kryetarë shtetesh e qeverish kanë mbritur në sheshin Skënderbej për të diskutuar rreth sfidave me të cilat përballet Evropa. Komuniteti politik u krijua për të ulur në një tryez të gjithë liderët e Evropës e për të diskutuar gjitha çështjet që prekin vendet tona. E çështja kryesore për Ballkanin Perëndimor e për Shqipërinë është integrimi në BE. Në fillim të takimit, vendës presidentja Komisionit Evropian komentoi ambicien e qeverisë shqiptare për të bërë anëtare e Bashkimit Evropian vitin 2030, duke vlerësuar ritmin e reformave në vendin tonë. Po, mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer për reformat dhe duhet që edhe nga ana jon, nga ana e Bashkimit Evropian të hidhen hapat e nevojshëm. Sigurisht, ne duam reforma, sundimin e ligjit, ato që janë të nevojshme, por ka një moment politik dhe procesi i zgjerimit duhet të ndodhë. Samiti zhvillohet në të njëjtën ditë që në Turqi ka nisur bisedime tripalshe mes SBA-s, Rusisë e Ukrainës për luftën mes Moskës e Kievit. Mendoj se Putin bëri një gabim duke dërguar një delegacion të nivelit të ulët. Topi është qartësisht në fushën e tij. Ai duhet të luajë, duhet të jetë serioz për të treguar se e do paqen. Mendoj se i gjithë presioni është tani mbi Putin. Presidenti Zelenski ishte gati të takohej në Turqi, por presidenti Putin nuk shkoi. Dhe kjo tregon besimin e vërtetë të presidentit Putin. Ai nuk e do paqen. Prandaj ne duhet të rrisim presionin dhe po punojmë për një paketë re sanksionesh. Hapja e samitit të Komunitetit Politik Evropian u bë në Teatrin Kombëtar të Operës së Baletit me një ceremoni të veçantë, pjesë së cilës ishte edhe një video realizuar nëpërmjet inteligjencës artificiale, ku liderët e Evropës të kthyer në fëmijë uronin mirëseardhje në Shqipëri në gjuhën e tyre. Bienvenue en Albanie. Mirë se vini në Shqipëri. Liderët politik synojnë që nga Tirana të përçojë mesazhin se Evropa qëndron sot në mbështetje të Ukrainës.